Nuk e di të thënë drejtën, një muaj e gjysmë kam që kam martur. Që punoj si acarush. E vëm frikë, se në kësi për Zvicra. Gabova që e mora banisën. Ashtë nga, se sëmë po flaj natën për zhurma, për gjestët, pa përballush. Cila është ngjyra juaj e preferuar? Është ngjyra e ushtrisë. E gjelbërt e me më pëlqen. Cili është avioni juaj i preferuar? Avioni? Po më nënë kështu që... U të shmëndo? Mirë këtu brenda në fermë, po vete jashtë, drejt. Ati jashtë e dijem, po. La fazon atje, la fazon këtu jashtë, këtu brenda, drejt të martë. A, ju bënë punë hoxha më? Hoxha. Nuk e besoj. Ne ruk e gjine se. Nuk e besoj. Normal, kur zonë i lashë spitale, zonë të hoxha i lashë. Nuk e besoj. Ja të hoxha e të pupë. Ja, nuk e besoj. është munu, maestro. Maestro, sa loje vajrash ke? Jo me vete, po them këshu në... A gjë, pa fond, kreq. Seriozisht? Përber, ta në lojet. Do të gjithë kombinimin, sa biga duhet për njërë për tjetër, për me bo diçka, për një different preparation. Nëse ke nevojë më thoni, e se për shumë sa jo afrova flet. Që kam nevojën... Dvi bi zilës poshtë. Flej. Të bëjnë në intervjist. Hajde. Aty. Përshëndetje, Big Basta, jemi të nderuar dhe të respektuar që keni pranuar ftesën tonë për në emision. Jemi në emisionin Kush Pordhi, Pordhinusja. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, rreth parë, është kënaqësi. Kemi dëgjuar që kohën e fundit keni bërë pjesën një formati i cili quhet Ferma VIP 2. Si po ndihesh dhe si po kalon aty brenda? Ndihem si një mrekulli, jam shumë i lumtur që jam në atë format, në këtë format kaq të mirëmenduar dhe kaq të bukur dhe uroj dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë edhe për shumë fermer, por mendoj se eksperienca që po marr është e mrekullueshme. A keni pasur më herët eksperiencë në jetën e fshatit dhe në bashkallak, kështu përgjithësi? Jo. Jetim bashkie? E vërtet, jo tamam, po kam pasur njerëz në fshat që kam shkuar që të vizitoj, por nuk është që jam marrë me kafsh, apo me bim, apo me punë të tjera të fshatit, por megjithatë, eksperienca që kam fituar këtu, ja vlen që të rimendoj një jetesë në zonat rurale të Shumë mirë, me pëlqen Tiranës. Faleminderit. Po këtu në firmë kam dëgjuar që ka kafsh me dy këmbi, keni parë ju? Po patjetër. Po. Ç'është e vërteta, ka lakurish natë, ka bufa, huta, që bëjnë darke, zhurma të çuditshme, ka edhe ulërima. Nuk e di çfarë Ndjeni kafshë, friksuar ulërima, ndonjëherë nga këto rrethana që jetoni? Ndihemi privilegjuar nga këto rrethanat që më rrethojnë dhe mendoj se bashkëjetesa po shkon në mënyrë më perfekte. Kemi dëgjuar që ju jeni një njerëz shumë durimtar. Nga e keni fituar këtë? Është nga eksperienca jetësore juaja? Pikërisht nga eksperienca jetësore imja edhe nga shumë shprehje të mëdha. Përveç familjes që është normalisht primare, çfarë të mungon më shumë nga jeta e përditshme jashtë? Të them të drejtën, më mungon puna, aktivitetet. Në rregull. Ajo edhe udhëtimet. Ka marrë malli për udhëtime. Patjetër. Ka marrë malli. Po këtu në ferma shihni ndonjë konkurrent ndaj jush apo zero konkurrencë? Të gjithë janë konkurrentë shumë të fortë. Sa më shumë që paksohemi, aq më shumë dalin në pa të fortët, kështu që mendoj se të gjithë janë shumë të fortë. Okej. Po ndaj jush pyeta.
Ndaj meje, Si e shë vetën dhe të tjerët. për momentin thjesht jam në studime sipër. Në rregull. Kemi dëgjuar që ju keni një shoqëri të mirë me një banor i cili quhet Yll Dreshaj dhe disa të tjerë perceptojnë që ti atë e mban afër vetes vetëm për interese. Interesi këtu është cigaret. Si mund ta perceptoni këtë gjë? Është një lloj interesi që nuk e kam menduar as në jetën reale dhe jo në një format, por megjithatë fermeri Yll Dreshaj është një fermer nga i cili kam mësuar që ditën e parë, sidomos për punët e stallës edhe për shumë punë tjera, edhe interesi im ka qenë të mësoj dhe madje ai ka qenë shumë i hapur që të më shpjegoj proceset e punës, sidomos në stallë dhe jam shumë falendërues. Në rregull. Po kur do dilni nga këtu, do presim hite të reja nga ju? Absolutisht që po. Albumi edhe një këngë ka mbetur për të publikuar dhe albumi del në treg, pra në platformat online, dhe kam pas edhe ftesa për bashkëpunime, por që për shkak të kohës nuk munda do të realizoj, sepse do hyja në Ferma VIP 2, por sa të dal, patjetër që po. Në rregull, shumë mirë. Atëherë do të kalojmë në një pyetje tjetër. Keni pasur momente kur keni menduar të hiqni dorë dhe të largoni nga formati? Fatkeqësisht jo. Asnjëherë. Gjithmonë Kjo e kam me të shijuar. vërtetë shikues të nderuar e dëshmon durimin e tij, sepse ka persona këtu që janë që një javë dhe 2 javë. Se ka zarf. E pastaj mendojnë Zarf. të ikin Qol, Ester. për shkak të Ka zarf. sjelljeve agresive, sjelljeve ofenduese dhe sjelljeve poshtruese që disa persona bëjnë këtu në vendin e tij. Shumë Kështu që e vërtet. ju faleminderit shumë për kohën që gjetët, të vlerësojmë shumë Faleminderit juve. dhe ju urojmë të gjitha të mirat në jetë. Keni diçka për fund për publikun dhe të gjithë ata që po ju ndjekin te Ferma VIP? Duhet përshëndes publikun, duhet përshëndes maestro Frederik Ndoci, Ester Alushi edhe Ylli Dreshaj për që i kam njohur këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kjo ishte e gjitha për edicionin. Edhe nenën. Faleminderit. Faleminderit. Kjo ishte e gjitha shikues të nderuar për edicionin e sotëm, të cilin e kemi bërë me të nderuarin dhe shumë të respektuarin Big Basta. Yes. Kështu që vazhdoni dhe shikoni, ndjekni Ferma VIP 2 sepse shumë surpriza dhe ngjarje të reja po vinë. Deri në edicionin e ardhshëm, më puqetini nga unë, Nena dhe Big Basta. Yes. Ty që ke flak fare? Ha? Apo Pashë. pak nga pak duke zbulu gjona të. Tu po. Si. Si banane. Katunore, po katunore e dalt. Katunore në shëtit. Se kush ka thonë katunare? Shtu komunik për okulla. O, zë. Këto do lexohet. Keni densë çau fret. Sfid, garant. Hajde pritemi këtu. Afër se ka. Se do të shpjegoj dy gjëra. Hajde. Huaj. Mama, që sej? Fermer. Një sekund. Fermer, Agaj ka vendosur që mbrëmja sotme do të dedikohet gatimit. Restorant Pasta Antigan sjell për ju pastat artizanale, të cilat do t'i gatuani në një mënyrë të jashtëzakonshme. Pjesë e kësaj darke do të jenë dhe 3 fakirët. Kujdes! Fakirët nuk duhet të komunikojnë me asnjë nga fermerët dhe me njëherë pas mbarim të darkës, duhet të kthehen në shtëpinë e fakirit. Përgatituni dhe dilni me njëherë në verandë. Okej? Jeni gati kështu si jeni? Po. E jeni në verandë. Kalofshin mbrëmje të këndshme dhe u bëfës mirë. Dale, prit, qetësoni. Sa bukurët. Nuk do të shumë do ndrojë. Se qëtësojmë, më lash, sa bukurët. Çfarë do bëni?
Përgatitu dhe dili në verandë. Po qa do bësh, do kresh, do bësh? Vesh stani që kishe. Po që fustan me si do gatuash? Je Lenam. Mos prek një asja ju lutem. Do hani darkë Mos prek një asja. Një sekund. Ej. Duhet të rini majtas djatas të Nuk po paneri. preke masi gjove dhe po shoh çka ka. Të paneri.